Vetëmia sot ju mungon një bazë goxha e madhe, qysh me I bin njerëzit që ju jeni opozita e vërtet. Pa çka që në esencë unë besoj që ju mbjetesën politike e keni me zotin Kurti. E thash edhe një natë në debat, ju problemin e keni me zotin Kurti. Pra mbjetesën politike nuk kam mbjetesë ju politike, çe po e them ndryshe, ju pa Kurti s'mundem me mbjetun politik, kjo është ideja. Jo, absolut ndryshe, sepse shtone e shën nga prizmi jam normal. Mos përshit, je jashtë rrugë. Nikam. Çfarë ako përshit tona ja përlet, ta kryesor nuk e përfundova për prit. Jo. Nikam. Nuk e përfundova, se po kthena te kanuni që e përmendet, ligin s'du me rasu, jeni lig. Unë vish po bëj konstatim, në rregull. Okej. Po çfarë po do të thonë është, mbjetesën politike pse unë e çuj, ja thash edhe në natë në debat, ju mendoni që Albin Kurti ja ka vjedh idenë. Ju mendoni që vetëvendosja vërtet jeni ju. Pra, koncepti juaj politik është ky. Ju besoni që Albin Kurti ka rshit. Jo unë, pi rrugës ti, që me që vetëvendosën, domethënë, përpara në esencë, unë besoj që ju keni hup rrugë. Pak aty, pak këtu, pak mungesë kauzës, pak në diçka tjetër, nuk po mundin e muron ballaksu që njerëzve më ofru diçka që mund me ju besu. Tjetra TikToku kushtrim. Vazhdimisht referohen. Nuk keni vetëm ju që I thoni TikTokut zbot në TikTok opozita, zbot kështu, zbot ashtu. Nuk ka njerëz më aktiv TikTok se PSD-ja. S'ka. Pra, përmes TikTokut të na kallëzu që s'duhet opozita me bë opozitë në TikTok. Domethënë, edhe këtu është një veprim tjetër në cilin domosdoshmërisht e shoh të humbur PSD-n në këtë pjesë. E fundit, unë besoj që ju nuk është dashur të jeni pjesë e garës politike edhe kësaj radhe, sepse më simpatik, më të pranueshëm do të ishit po të qëndroni jashtë me aktivitete të tjera sesa tash jeni fut garës në këtë rast, sepse besoj që mund të dëshpëroni edhe pastaj që kjo optimizmi yt që e kia aktualisht mundet pak me ra. Kam me bo përpjekje maksimale me të mirë kuptu. Ma ki bo shumë zërshëm, e ki kompliku mundësin teme me të mirë kuptu. Qarimin, po du, ka me bo të pa mundshme me të mirë kuptu, nuk du me të kesh kuptu, se s'besoj se ki tendenca negative. Jo, që shesho po flasis. Po të thomë, unë du me këtë qenjen me të mirë kuptu, po e nisi me mirë kuptim. Pse kom thonë se Albin Kurti është zgjidhja për Kosovën? Pse? Sa e më ka premtu mua dhe ka premtu Kosovës, se lëvizja ti do të shëndrohet në një parti politike të qendrës majt, që në fakt jemi na. A I ka thonë se do ta krijojmë një parti politike, ku statuti nuk e lejon një njeri me qenë më shumë se 2 herë kryetar partie. E kem pas me të shkruame, jo me fjalë, me letër. E kem qitë letër. Tash njeri, ku nuk I besojmë njëri tjetrit me fjalë, e qesim në letër. Ku si besojmë letër du me shti push. Na nuk kemi interesu me shti push me kërkan. A I ka rrejt atëherë, edhe ka dalë prej socialdemokracisë. Ka kriju personin e vetë, me Coca-Colën e vetë, që e ka në përënësi personale, na që dojmë me kriju një parti politike, qendrës majt, që Kosova ka jo nevoj, po ka nevoj dëshpruse për një parti qendrës majt. Se vetëvendosja nuk është as e qendrës majt, as e qendrës datë, është një pronë e një njeri që a qohet një natje dhe teket që dënë me bo. Ku kusht parti, as në Kosovë, sot s'mundet me kundërshtu Albin Kurtit, vetëm